Sali Berisha u ka ndaluar të gjithë kandidatëve për deputet dhe eksponentëve të Partisë Demokratike që të flasin në media për kontratën e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lëvizja e Sali Berishës vjen pasi mediat publikuan kontratën e lobimit dhe u zbulua se bëhej fjalë për një shifër marramendse prej $6 milion, të cilat do t'i paguhen kompanisë së njerëzve të afërt të Donald Trumpit për një periudhë 2 vjeçare. Report TV ka publikuar mesazhin që Berisha u ka dërguar kandidatëve dhe eksponentëve të aleancës, ku mes rreshtave shkruhet se pas konsultave me ekipin amerikan është marrë vendimi politik që asnjë përfaqësues i Partisë Demokratike, koalicionit aleancës për Shqipërinë Madhështore, të mos dalë në media për këtë temë. Ai shkrua në mesazh se Partia Demokratike e ka dhënë variantin e saj final për këtë çështje në një deklaratë zyrtare. Edhe pse deklarata që i referohet Berisha ka shumë pikpyetje dhe hihet dyshimi mbi burimin e parave. Mesazhi dërguar kandidatëve dhe eksponentëve të Partisë Demokratike ASHM. Rama është i tmerruar nga humbja e afërt dhe dështimi i përpjekjeve të tij korruptive për të shkatëruar dhe izoluar Partinë Demokratike. Sot ne jemi më të fortë se kurrë sepse kemi për strateg të fushatës Chrysler Civitan, konsulentin e presidentit Trump. Partia Demokratike sot është më e fortë se kurrë sepse ka për avokat të kauzave të saj avokatin e presidentit Trump. Në këto kushte, përqendrimi i medias me urdhër të Ramës te tema e kontratës është një përpjekje për ta shpërqendruar fushatën tonë dhe të rrequr vëmendjen e publikut nga dështimet e Ramës në 12 vjet dhe mungesa e ofertës. Duke qenë se fushata e PD-s dhe koalicionit të saj ka ngjitur, do të ishte gabim strategjik nëse ne do të ndihmonim qeverinë për të larguar vëmendjen nga thelbi i fushatës, që është programi dhe oferta ekonomike. Pas konsultimeve me ekipin amerikan është marrë vendimi politik që asnjë përfaqësues i PD-ASHM-s të mos dalë në media për këtë temë. Partia Demokratike ka dhënë variantin e saj final për këtë çështje në një deklaratë të bërtështuar. Fitoria është afër dhe ditët e Ramës janë të numëruara. Kryetari i PD-ASHM, profesor Dr. Sali Berisha, fton të gjithë demokratët brenda dhe jashtë Shqipërisë të angazohemi fuqimisht në 2 javët e mbetura të kësaj fushate për të arritur qëllimin final, Shqipërinë Madhështore. Faleminderit, punë të mbarë dhe fitore, përfundon mesazhi i Berishës për të vetët.